Një grup deputetësh të Partisë Demokratike ka depozituar në Kuvend kërkesën për zhvillimin e një interpelance urgjente me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, duke e vënë theksin tek problematikat e sistemit shëndetësor publik në vend. Në kërkesën e tyre, deputetët opozitar theksojnë se sistemi aktual shëndetësor përballet me mangësi të theksuara në infrastrukturën digjitale, duke përmendur mungesën e kartelës elektronike mjekësore dhe të sistemit që lidhet me menaxhimin e imazherisë dhe të dhënave klinike. Sipas tyre, këto bëshdhojshë ndikojnë drejt për drejt në cilësinë dhe përshpejtimin e shërbimit ndaj pacientit. Një tjetër shqetësim i ngritur lidhet me mungesën e shërbimeve të specializuara, veçanërisht në fushën e kardiologjisë, si dhe mungesat periodike të banave të emergjencës që sipas deputetëve krijojnë vështirësi në trajtimin në kohë të rasteve urgjente. Nismëtari i kërkesës, deputeti Kliti Hoti, ka denoncuar gjithashtu atë që e quajtën centralizim të tepruar të shërbimeve shëndetësore në Tiranë. Sipas tij, pacientët nga qarqet e tjera të vendit detyrohen të udhtojnë drejt kryeqytetit edhe për shërbime rutinë si receta dhe autorizime mjekësore, të cilat nuk ofrohen në mënyrë të decentralizuar në spitalet rajonale. Kjo është kërkesa e radhës së opozitës për interpelancë me ministren Evi Sala, e cila është vënë disa herë në fokus të kritikave për gjendjen e sistemit shëndetësor dhe funksionimin e shërbimeve publike në vend.